Në Kosovë, lëvizja vetëvendosje dhe sot u hodh në protesta duke synuar të bllokojë vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë për të mos lejuar hyrjen e madrave të saj në Kosovë. Policia nuk ka lejuar protestuesit të shkojnë në vendkalimet kufitare. Autoritetet i kanë bërë thirrje kësaj lëvizjeje që të heqë dorë nga protestat, të cilat një javë më parë çuan në përleshje të dhunshme që lan pas vetes dhjetra të lënduar dhe të arrestuar. Po lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi. Besim, si po rrjedhin protestat e sotme? Deri në këtë orë, situata është shumë e qetë në të dyja protestat e lëvizjes vetëvendosje që po zhvillohen në afërsitë të vendkalimit kufitar në Merdarin e Verit të Prishtinës dhe në afërsitë të vendkalimit kufitar Dheu i Bardhë në lindje të Kosovës. Policia nuk ka lejuar protestuesit në të dyja rastet të ofrohen tek vendkalimi kufitar, por deri tash nuk ka pasur asnjë incident. Me motën Serbia nuk ka lënë lëvizja vetëvendosje, ka bërë thirrje për vendosjen e masave të ndërsjella politike, ekonomike e tregtare me Serbinë. Ndryshe nga 14 janari, pjesëmarrja ishte më e madhe, por nuk ka pasur incidente. Një javë më parë mbi 50 persona u lënduan, ndërsa 150 prej tyre u arrestuan gjatë ndërhyrjes së policisë për të shpërndarë protestat e lëvizjes vetëvendosje, e cila akuzoi qeverinë për moszbatim të vendimeve të parlamentit dhe për dhunde e protestuesve, shqetësime që ishin ngritur edhe nga organizatat humanitare. Autoritetet ndërkaq janë zotuar se do të hetojnë çdo mundësi të tejkalimit të përkatësisht të përdorimit të forcës së tepruar gjatë ndërhyrjes për të shpërndarë protestuesit, ndërkaq që u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje që të heqin dorë nga protestat e mëtejshme. Lëvizja vetëvendosje nuk ndryshoi qëndrimin e saj pavarësisht se të premten Parlamenti i Kosovës miratoi një mocion të ri, i cili shfuqizonte mocionin e 7 dhjetorit të miratuar po në këtë parlament, me cilin kërkohej vendosja masave të plota të ndërsjella politike, ekonomike e tregtare me Serbinë. Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha sot se reciprociteti është i mundur dhe ai po vendoset për aq kohë sa protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë, duke nxitur kësaj pushtetin që ti përgjigjet pra kërkesave për vendosjen e masave të ndërsjella me Serbinë. Keda. Po dhe cilat kanë qenë reagimet dhe vlerësimet e deri tanishme për zhvillimet e sotme? Të paktën deri tash nuk ka patur ndonjë reagim të institucioneve të Kosovës, të cilat i kanë bërë thirrje dhe më parë lëvizjes vetëvendosje të heqë dorë nga protestat e mëtejshme. Madje përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se vetë fakti që të premten është miratuar një mocion që shfuqizonte emocionin e mëhershëm i ka hequr nga duart vetëvendosjes dhe arsyet për të cilat ajo kishte organizuar protestën e 14 janarit. Zyrtarët e qeverisë thanë po ashtu se vetëvendosja do duhet të diskutonte çështjet e ngritura për çështjet e hapura brenda institucioneve të Kosovës dhe të shmangte dalin në rrugë. Ka një pjesë e partive opozitare kanë bërë thirrje vetëvendosjes për protesta të qeta, ndërsa policisë tregohet e përmbajtur për të shmangur përvojën e 14 janarit. Në debatet e deri tashme që janë zhvilluar për dhe kundër protestave të vetëvendosjes, është tërhequr vërejtja dhe në procese të rëndësishme politike që e presin Kosovën gjatë këtij viti. Në radhë të parë është diskutuar për atë që thuhet se mund të shënojë fillimin e heqjes përkatësisht të përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur, çështje kjo që pritet të diskutohet të martën në Vjenë takimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Ashtu Kosova sapo ka filluar procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që në hije të gjitha zhvillimeve rreth protestave të vetëvendosjes dhe reagimeve të qeverisë kanë mbetur çështje siç thuhet edhe më të mëdha për Kosovën, siç është gjendja në veriun e Kosovës, ku edhe me te vazhdojnë të mbeten të bllokuar të gjitha rrugët nga protestuesit serb që kundërshtojnë çdo përpjekje për shtrirjen e autoritetit të Prishtinës edhe në atë pjesë të vendit. Kida. Besim, faleminderit. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi.